Sokol Hajdari, 60 vjeçar, ka shpërngulur familjen nga shtëpia ku jetonin për shkak të kushteve të vështira. E vetmja strehë e kryefamiljarit është mbështetja te njerëzit vullnetmirë. Ndonse në moshë të shtyer, ai shpreh dëshirën të punojë për të mbajtur familjen e tij, 6 anëtarësh të cilët jetojnë pa social. Po të bëjmë gjithë punë private, punoj, atë që sa më jetu, me vajzëni. Me njërë po, shumë jam në kushte të vështira. Unë me gjithë punë, me pas punë, unë e plej gjithë të nëtë plej, alo. E për ndërëja Allah, që ima të kam shmisë janë. Mirë po jam 60 vjeqarë, mirë po s'pa ka punë rregullisht. I falenderoj këta dashamie që... Mirë po këtë të fundit e ka gëzuar një kompani e ndërtimit në Drena, se cila ka filluar që disa ditë me rinovimin e murve dhe vërdhjen e dritareve të reja. Megjithatë, ai ka nevojë për ndihmë që të hyjë në të para se kohët e vështira të dimrit ta zë pa shtëpi. Mirë po ka më zonë nevojë për një ndihmë, për ushqim, për veshë, mbosje. Më jam shkuj në shkollë. Nuk kanë, me shka me shkuë, s'mos në gjë, nuk po mëj me arritë. Me 50 kg milo, 2 litra vaj, kiu kepe që shërbërojë. Sokol Hajdari jeton në komunën e Drenasit në fshatin Shtrubullov. Për të ndihmuar atë mund të kontaktoni në numrat e telefonit 044 408 646.